Territori shqiptar për datën 2 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve, vranësirave dhe rreshjeve të lehta lokale. Paraditja do të ketë intervale me diell në zonat perëndimore, ndërsa në zonat lindore dhe qendrore priten vranësira dhe rreshje të her-pas-hershme. Pasditja vijon me motë të ndryshueshëm dhe përmirësime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 18 gradë Celsius. Berat 9 deri në 19 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 18 gradë Celsius.